A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Eles Efendi Aliu, imam dhe hatib në xhamin Omer ibn Abdul Aziz të fshatit Hasanbek. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirësi dhe gjetëm, faleminderit për ftesën. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është obligimet e besimtarit ndaj vallahu të vet besimtar. Hoxhë nderuar, si në fillim çka do të na tregoni apo cilet janë obligimet e muslimanit ndaj vallahu të vet besimtar? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pikëspari falenderimet i takojnë Allahut, atë falenderojmë vetëm prej tij, falje, ndihmë, shpëtim kërkojmë. Mëshira dhe shpëtimin këtë ditë të bekuar të xumas ja përcjellim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam deri ditën e gjykimit. Tema e cila do të mundohemi ta përmendim një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam sa i përket çështjes se cilat janë obligimet e muslimanit ndaj vallahut të vet. Ne e dim se janë 6 obligime të cilët i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, të cilët transmetohen nga Ebu Huraira radiallahu an. E para është se kur takohemi me njëri tjetrin duhet të përshëndetemi. E dyta është se kur të na thërret dikush duhet që t'i përgjigjemi thirrjes së tij. Kur kërkon dikush këshill, duhet të japim këshill, në ndërkohë këshilla të jetë e sinqert. Tjetra është se kur të shtit dikush, duhet të thojmë elhamdulillah, ta falenderojmë Allahun xhaleshanuhu. Tjetra është se kur të sëmurët dikush, duhet që ta vizitojmë. Dhe e gjashta është se kur vdes dikush, duhet që t'ja përcjellim xhenazën. Sa i përket parës, ne e dim se obligimet tona ndaj njëri tjetrin si musliman janë të shumta, mirë po në bazë këtij hadithi do të mundohemi që ta bëjmë një përmbledhje të shkurtër për shkak se dash na premton koha. E para është se ne e dim vlerën e selamit pikëspari, ne e dim ose do të ishte më mirë që ta formulojmë edhe një pyetje të tillë se nga ka ardhur nga rrjedh çështja e selamit. Kjo rrjedh nga prej njeriu të parë Ademit alayhi salatu wassalam, kur ju thën Ademit alayhi salatu wassalam, shko rri në një grup me melekëve dhe ndëgjoj se si ata do të përshëndetin, dhe i tha se ajo do të mbetet përshëndetja jote dhe do të mbetet përshëndetja e atyre të cilët do të vinë pas teje, dhe kjo do të jetë deri në ditën e gjykimit. Tjetra është se ajeti kuranor, ne e dim se Allah xhaleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, wa nadaw ashabul jannati in salamu aleikum. Allah xhaleshanu pra i përshëndet banorët e xhennetit
ku ne e dim se nderi i parë, respekti i parë të cilët u bëhet banorëve të xhenetit, pikërisht është me selam, me paqe, ku ju thuhet atyre se ju ishit të pastër, ju ishit të ndershëm, andaj futuni në xhenetin e Allahut të xhaleshanuhu. Kemi edhe hadithe tjera, një ndër hadithit tjetër i cili është i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thotë se sikur t'ia dinit vlerën e selamit, thotë ju nuk do ndaleshit duke dhënë selam. Dhe tjetra e cila është e rëndësishme në mesin ton, ku na e dim praktikisht se si jepet selami, për shembull, dikush e jep vetëm selam, dikush e jep wa rahmetullah, dikush e jep wa barakatuhu e tjerë, se si qëndron puna e këtij selami që jemi duke përmend, është se kur hiri një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha assalamu alaikum, Rasulullah alayhi salatu wassalam i tha ulu, tha i ki fitu 10. Tjetër është se kur hiri tjetëri nder, kur i përshëndetit pranishmit i tha assalamu alaikum wa rahmetullahi, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha 20. Kur hiri tjetëri i përshëndetit tha wa barakatuhu, tha 30. Pra kjo nuk kupton se selami aq sa jepet deri në fund, aq më shumë besimtari fiton shpërblimin të Zotit xhaleshanuhu, ashtu siç e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, me 10, me 20, me 30. Pra selami më i mirë është që të jepet i kompletum assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, duke patur shpresën që ta fitojmë shpërblimin më të madh te Zoti xhaleshanu. Pra kjo është obligimi i parë e cila neve na obligon me ndaj njëri tjetrin që ta japim selamin, dhe hadithin që u përmend më herët para se ta përmendim ajetin kuranor, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam se ju sikur t'ia dinit tha vlerën e selamit, ju do ta shtonit edhe më tepër. E dyta është se përgjigju thirrjes kur dikush të thret. Pra dikush kur thirr, është mirë që t'i përgjigjemi ftesës pozitive. Por a mund që ndodh që ftesës t'i përgjigjemi edhe negative? Po, duhet edhe asaj ftesës ndonjëherë t'i thojmë jo, por në parim nëse është një diçka e mirë e hajrit, atëherë duhet t'i përgjigjemi pozitive. Ne kemi në kohën e sotmit ku shpeshherë ku e shohim këtë edhe më praktike në mesin tonë, se ndodh, sidomos ku jemi në sinën e verës, ndodh që dikush thirr të bën ftesë ndarësëm, apo nëse dikush bën ftesë ndarësëm, nëse ne e shohim se ka muzikë aty, atëherë ne e shohim se kjo është sherr, nuk është hajër, dhe asaj ftesës duhet t'i largohemi. Nëse shkojmë në një aheng ku ka darsëm dhe përdoret alkoholi, ne duhet t'i largohemi për shkak se ne i dim hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por në përgjithësi edhe popullata, edhe xhamati i din, por ndonjëherë bëhen se nuk e din, për shkak se këto janë përmendur qysh edhe prej xhallare më të vjetër, se nëse ka alkohol në atë tavolinë, nëse përdoret alkoholi në një tavolinë tjetër, në bazë hadithit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ne ndalohemi që të marrim pjesë. Për atë ftesës është mirë në parim, nëse është e hajrit t'i përgjigjemi pozitivisht, por nëse është sherr, atëherë duhet t'i largohemi asaj ftesë që mos ta hidhrojmë Allahun xhaleshanu. Kjo është e dyta. E treta është se kur dikush kërkon këshill, duhet të jemi të sinqert ndaj këshillës, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se feja është këshill e tjerë, por këshilla duhet t'i ketë 3 gjana. Cilat duhet t'i ketë 3 gjana? E para është se çdo këshill që jep duhet që t'i jetë sinqeritet, e cila sinqeriteti, pika e parë, sinqeriteti është esencialja e çdo vepre. Pas sinqeritet, nëse nuk niset me emër të Zotit xhaleshanuhu, pra ajo është dështim. Çdo punë që niset duhet të niset me emër të Zotit xhaleshanuhu. Pra, edhe thirrja, edhe këshilla, kur t'jepet këshill duhet të bëhet me sinqeritet ndaj Allahut xhaleshanuhu. E dyta është se këshilla duhet ta ketë edhe një gjë tjetër. Duhet besimtari i cili mundohet që dikujt t'i jap këshill, t'i jetë i butë dhe të shkojë në mënyrë graduale. Nëse shohim ne se dikush don që të hi më thellësisht në dinin e Zotit xhaleshanuhu, nëse dikush don që ta pranojë fenë islame, ne duhet të shkojmë në mënyrë graduale e jo në mënyrë të përshpejtuar, për shkak se ndonjëherë
kur ngutemi mund që mos jetë e hajrit dhe të dështojmë në thirrjen ose në këshillën që mundohemi që t'i japim si muslimane, por edhe atyre të cilët nuk janë musliman. Dhe e treta është sa i përket këshillës, që ta ketë parasysh që t'ja mbulojmë turpin dhe t'ja mbulojmë vesët e këqija. Nëse shohim se dikush ka qenë i pauzuar më herët, nëse e shohim se don që të udhëzohet, mos t'ja përmendim të kaluarën që e ka patur të keqe, por të mundohemi që t'ja mbulojmë të metët, ashtu siç na urdhëron edhe feja islame. Cili është problemi i atij personit i cili e viziton një vëlla të sëmur? Një ndër mirësitë e mëdha është se ai i cili është i sëmur është mirë që të vizitohet, duke patur parasysh hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku ka thonë se kush viziton një të sëmur, ai hyn në mëshirën e Zotit të xhaleshanhu. Mirë po, Enes radiallahu anhu i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, tha, ai i cili e viziton një të sëmur, tha, e kemi qartë se hyn mëshirën e Zotit xhaleshanu. Por tha, ai i cili është i sëmur, tha, a shpërblehet ose ka ndonjë shpërblim? Atëherë tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili është i sëmur, ati i bien gjunaat. Pra, ai i cili viziton një të sëmur, ai hyn mëshirën e Zotit xhaleshanu, mirë po i të sëmurit i bien gjunaat, inshallah, bazuar në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tjetra sa i përket çështjes të cilën e vizitojmë një të sëmur, është mirë që bazuar në mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, është mirë që ata që vizitojmë një të sëmur, që vizita të jetë sa më e shkurtë dhe bisedat jenë më të mira. Të sëmurit mos ti përmendet nëse është i sprovuar me ndonjë sëmundje, mos ti përmendet vazhdimisht, dhe ta lutim Allahun xhaleshanu që ai i cili është i sëmur, Allahu ta shëron me shërim të plot. Dhe tjetra është të cilën ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam obligimet e ndaj njëri tjetrit, është ku na mëson Resulullah alayhis salatu wassalam, ku thotë se edhe ai i cili të shtit, ne e dim se këtë i shohim se shumicën që i përmendëm këto janë edhe në praktike në kohën tonë, kohën bashkëkohore, është se njeriu kur të shtit duhet fillimisht që ta vendos dorën e tij të goja vet, të hunda e tij, dhe në një hadith tjetër për këtë tha pejgamberi alayhis salatu wassalam se ai i cili bën të shtitje, tha është mirë që ta ul zërin e tij e mos ta ngrit me qëllim. Tjetër është se ai njeri i cili të shtit, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai do të thotë elhamdulillah, ta falenderoj Allahu xhaleshanuhu, kurse ai i cili e ndëgjon duke thonë elhamdulillah, duhet të thotë yerhamukullah e tjerë. Kjo është një ndër obligimet të cilët i kemi ndaj njëri tjetrin. Dhe e fundit që e përmendin këtë hadith që e transmetoi Abu Huraira radiallahu an, pejgamberi alayhis salatu wassalam e përmendi edhe të fundit, tha se kur të vdes dikush, obligohemi edhe këtë që t'ja përsjellim namazin e xhenazën, ku familja ka për obligim që ta pastroj, ku ne e dim edhe këto i kemi krejt ndëgjuar se çdo familjar e ka për obligim antarin e tij të familjes më të afërt deri në 3 xhenaze që t'i pastroj dhe t'ja përcjellim xhenazën, ku ne e dim se është një sevap i madh, një shpërblim i madh që kemi ndëgjuar nga feja islame, se ai i cili merr pjesë në përcjelljen e xhenazave, ai e ka shpërblimin sa kodra e Uhudit, ose edhe më shumë, për shkak se ka Allahu xhaleshanu shumë për don. Dhe ne shpresojmë se sa kodra e Uhudit, por ndoshta edhe më shumë Zoti xhaleshanu na shpërblen nëse kemi niyetin e pastër, qëllimin e pastër, që marrim pjesë në për ceremonitë e varimit. Dhe tjetra është se nuk duhet që ta bëjmë shprehi ashtu siç ndodh për fatkeqësisht në mesin ton ose në vendet tona, që bëhet muhabet, bëhet zhurm. Duhet jemi të kujdesshëm për shkak se familjarët, antarët e familjes kanë mërzi për shkak se dikush e humb nanën, dikush e humb babën, dikush e humb motrën, e tjerë në përgjithësi familjarët e humbin një të afër me ti. Duhet të jemi të kujdesshëm, mos bëjmë muhabet, mos bëjmë zhurm, por të bëjmë dua që Allahu xhaleshanuhu ta mëshiroj. Dhe kjo është edhe pjesa e fundit ose hadithi i fundit të cilën e përmendi pejgamberi alayhis salatu wassalam, se cilat janë obligimet tona ndaj njëri tjetrit si musliman.
O gjendëror, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Mufti Nis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Mesazhi i fundit edhe një herë ashtu siç e përmenda në fillim, ju falenderoj për ftesën që na keni mundsuar që të jemi prezent këtu në emisionin juaj në TV Muftinia, e cila është në bashkëpunim me Radio Vatin. Allahu xhaleshanuhu ju nderoj, ju shpërblej juve bashkë me muftinë e nderuar dhe gjithë atyre të cilët japin kontribut dhe e mbajnë të gjallë muftininë e Shkupit, të cilët janë popullata muslimane, që Allahu xhaleshanuhu t'u jap Allahu xhaleshanu të jap shëndet dhe që shpërblej inshallah edhe në këtë botë, po edhe në botën e ahiretit. Wallahu hala, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Gjendëror, Allahu i shpërbleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Mufti Nis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Të nderuar ju teleshikues të TV Mufti Nis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Eles Efendi Aliu. Deri në emisionin e radhës më mbeqit, Allahu ua pranoft gjitha lutjet dhe ibadetet tuaja në këtë ditë madhështore. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.